أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله معه الله قليلا ما تذكرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. Falënderimet, lartësimet, lavdërimet I takon vetëm atij Allahu fuqiplot, I cili na begatoi me mirësi të shumta, begati të përplota, siç janë shëndeti, familja, pasuria, dhe begatia dhe mirësia më e madhe ajo është me mos udhëzimi. Dërgojmë selamat dhe salavatën mbi pejgamberin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë ndjekën rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër, ne me lejen e Allahut fuqiplot I vazhdojmë mëxhliset tona të khairit, ja mëxhlise ku ne shoqërohemi me librin Adabul Mufrad, enciklopedia e etikës, moralit, edebit, ahlakut të pejgamberit salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. E udhës dhe e traditës është që ta përsërisim shkurtimisht në pikat sa më të shkurtëra se çka kemi folur në mëxhlisin e kaluar. Ne në mëxhlisin e kaluar kemi folur për kapitullin 15 dhe 16. Kapitulli 15 ka folur për bab uqubet u uququl walidain, kapitulli I cili ka folur për dënimin për mos ndëgjueshmërinë ndaj prindërve. Dhe Imam Buhariu rahimahullahu taala kishte shënuar 2 hadithe ku I pari është nga Abu Bekri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka mëkat për të cilin Allahu ja përshpejton dënimin atij I cili I bën ato mëkate, edhe pse ka shumë që I prolongon. Allahu fuqiplot I prolongon ka mëkate të cilat I prolongon dënimin e tyre për ditën e llogarisë, apo do një kohë të caktuar tjetër në këtë botë. Ato janë se sa dhuna min al-baghi wa qati'ati ar-rahim, dhe ndërprerja e lidhjeve farafisnore. Kemi treguar dhe thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nga urtësia e Imam Buhariut është se me do e mos ka urtësi të madhe dhe ka dëshirën e madhe për të na dërguar një mesazh të madh, ajo që lidhjet farafisnore janë obligim I madh që ne t'i ruajmë dhe është një nga mëkatet e mëdha që ne t'i ndajmë. Dhe po parashtrohet pyetja si do të jetë mëkati apo në çfarë niveli do të jetë mëkati në qoftë se ne nuk e respektojmë dhe ruajmë prindërit tanë, të cilët janë dhe më afër se sa lidhja farafisnore. Dhe Imam Buhariu rahimahullahu taala shënon në hadithin e 2 të këtij kapitulli ai është ku shkurtimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thënë: çka thoni ju për kurverin, për pjetë alkoolike dhe vjedhjen? Ata thanë: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe I dërguari I tij e din më së miri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: me do mos ato janë krime, janë vepra të këqija dhe ekziston dënim për ta. Mirë po, unë do t'ju tregoj se cili është prej mëkateve më të mëdha. Pejgamberi Allahu thot: shirk billah, ti vesh Allahut fuqiplot shok. Ti vesh dikënd në nivel me Allahun fuqiplot dhe mos respektimi I prindërve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kemi thënë edhe më parë se na u drejtonte me këshilla të shumta në kësi forme, ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë min al-kaba'ir shirk billah, dhe thotë mos respektimi, mos ndëgjueshmëria ndaj prindërve. Allahu na ruaj. Dhe kapitulli 16 të cilin ne kemi përmendur, ajo është kapitulli bukaul walidain, vajtimi, qarja e prindërve. Dhe Imam Buhariu kishte shënuar një thënie apo hadith nga Ibn Omeri, Abdullah ibn Omar, nga I biri Omerit radiallahu anhuma, ku ka thënë se bukaul walidain min al-uquq wal kaba'ir, ku vajtimi I prindërve është nga mos respektimi ndaj tyre dhe nga mëkatet e mëdha. Ne lutim Allahun fuqiplot që të na ruajë nga mëkatet e mëdha dhe lutim Allahun fuqiplot që ne të jemi nga ato të cilët I respektojnë dhe ruajnë prindërit e tyre. Me do e mos të ndryshëm vëllezër dhe motra, ne vazhdojmë me lejen e Allahut fuqiplot kapitullin e radhës, është kapitulli 17.
Ne gjithmonë mundohemi që kapitujt apo edhe hadithet t'i lidhim njëri me tjetrin për ta lidhur dhe mesazhin, për ta bërë mesazhin dhe më të fortë, më të mirë, më të butë dhe më të dashur për ne dhe zemrat tona. Dhe më do mos me qëllim të mirë ne kemi lënë këtë kapitull që vetëm këtë kapitull të flasim sot është kapitulli i 17, kapitulli i cili flet për bab da'watul walidain, duaja apo lutja e prindërve. Së pari duhet ta dim mirë vlerën e duas. Ulema shpeshherë na tregonte dhe thonë se dua wal miftahu al khair. Duaja apo lutja është çelësi i hajrit, të mirës, të dobishmes, të bukurës. Dhe ka nga ato dietarë të cilët kanë thënë se dua miftahu al mu'min, është çelësi i besimtarit. Dhe duke ditur mirë se subhanallahu duaja është ajo të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na ka treguar dhe sahabët dhe dietarët na kanë treguar se e vetmja gjë e cila mund ta ndryshojë kaderin e Allahu fuqiplot është me domos duaja, në qoftë se Allahu fuqiplot është razi me të. Por duhet ta di mirë se Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart, në Kur'anin fisnik, në disa vende na ka perceptuar dhe na ka treguar duke thënë se ud'uni yastajib lakum. Një nga ajetet e shumta është që me lutmuni, drejtomuni, bëni dua, unë do t'ju përgjigjem. Apo ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu drejtonte në surën Bakara duke i thënë se wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Në qoftë se të pyesin robërit e mi ku gjindem unë jam afër. Apo në një ajet tjetër ku thot fadhkuruni adhkurukum, me përmendni, lutmuni, drejtomuni, bëni dua se unë do t'ju përgjigjem. Etj. Ajetet e shumta. Por rëndësia e duas është e madhe. Me do mos ka nga ato dietarë të cilët e kanë përshkruar me një fjalë duan silahul mu'min. Ajo është arma e besimtarit. Arma e besimtarit për arsye se besimtari në çdo rast, në çdo moment, në çdo vend i drejtohet Allahut fuqiplot me dua, me lutje, duke kërkuar atij Allahut fuqiplot dhe në formën tjetër duaja na tregon se vetëm Allahu fuqiplot është më meritori që ne t'i kërkojmë, që ne t'i drejtohemi dhe tregon lartësinë dhe fuqinë e Allahut fuqiplot. Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala në këtë kapitull i shënon dy hadithe, një është i shkurtër dhe një më domos shumë i gjatë. Në këtë kapitull shënohet hadithi 32, ai është hadithi ku transmetohet nga Ebu Huraira radiallahu anhu ku thot, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thalathu da'watin mustajabatun lahunna. Janë 3 dua, janë 3 lutje të cilët me domos Allahu fuqiplot i pranon ato dua. Pa kur fal me dyshje. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot da'watul madhlum. Duhemi të kemi kujdes të madh nga këto 3 davëxhit, duke thënë me gjuhë popullore, duhet të kemi kujdes të madh nga këto 3 persona, apo nga këto 3 njerëz të cilët bëjnë lutje, bëjnë dua Allahut fuqiplot. I pari është da'watul madhlum, lutja apo duaja atij të cilit është bërë pa drejtësi. Subhanallah, shpesh herë ne harrojmë mirë, i harrojmë të drejtat tona ndaj tjerëve. Shpesh herë ne i hypim hak dikujt tjetër. E di mirë se Allahu fuqiplot përmes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na tregoi, apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mësoi, na edukoi se Allahu fuqiplot mund t'i falë të gjithë gjunahet, por në ditën e llogarisë do ta lënë gjunahin, apo do ta lënë gjunahin apo hakun e njeriut. Derisa ai njeri të cilët është bërë pa drejtësi t'ia fal apo t'ia jap halallëkun. Duhemi të kemi kujdes mirë se apo prekim ne në hakun e dikujt tjetër, apo i bëjmë pa drejtësi dikujt tjetër, apo i prekim ne dikujt tjetër në pasuri, apo i prekim ne në lirinë e dikujt tjetër, etj. Elusim Allahu fuqiplot që të na ruaj nga duaja e madhlumit apo duaja e atij të cilët është bërë pa drejtësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon dhe thotë wa da'watul musafir. Lutja e
musafirit apo lutja e udhëtarit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe thot: "Wa da'watul walidaini ala waladihima." Dhe thot duaja, lutja e prindërve ndaj apo për fëmijën e tij apo fëmijën e tyre. Dietarët thonë se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën lidhjen për këto tre persona, apo për këto tre njerëz. E para është më rëndësishme, më vlefshme dhe më dobishme që ne ta dimë është se cilin nga këto tre persona, apo se cilin nga këto tre njerëz, apo se cilin nga këto tre lutësit e kanë një gjë të cilën e lidhe njëri tjetrin. Ajo është zemra e tyre. Zemra e tyre në atë moment të lutjes, kur është i bërë pa drejtësi, në momenti kur është musafir, në momenti ku prindi bën dua për fëmijën, zemra është në emocione të larta. Dhe shpesh herë njeriu nuk mendon me mend, por mendon me zemër. Dhe zemra bën vlerësimin e saj dhe atëherën çka ndodhet lutjet apo bëhen duat për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ne të ruhemi mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një vend tjetër thot për duan e madhënumit apo atij të cilit është bërë pa drejtësi, thot se Allahu fuqiplot e dërgon lutjen e tij deri në qiell. Dhe e lën në qiell derisa çka të përgjigjet asaj lutjes. Allahu fuqiplot e sakton kohën e posaçëm kur do t'i përgjigjet asaj lutjes, dhe Allahu fuqiplot nuk e lën që t'i bëhet robi të tij pa drejtësi. Megjithmos duhet ta di mirë edhe këtë të fundit, arsyen për të cilën dhe Imam Buhariu kishte shënuar këtë hadith, ajo është duaja e prindërve ndaj fëmijëve të tyre, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment thot ala waladihima, mbi fëmijët e tyre. Ulemaja thot se ka dy kuptime. Kuptimi është ala, mbi fëmijët e tyre, dhe li waladihima, për fëmijët e tyre. Subhanallah, shpesh herë ne ndëgjojmë ku prindërit i mallkojnë fëmijët e tyre. Shpesh herë ne ndëgjojmë ku prindërit bëjnë dua, lutje, mallkimi për fëmijët e tyre. Duhet ta di mirë se ne si njerëz nuk guxojmë ta mallkojmë një njeri i cili nuk kemi hak për atë punë. Nuk kemi drejt që ne të kërkojmë mallkim apo ta lutim Allahun fuqiplot për mallkim ndaj atij personi. Por shpesh herë ne i vendosim prindërit tanë në momente apo në situata të zorshme, të frikshme, ku prindi e lut Allahun fuqiplot për çka? Që t'i mallkoj fëmijët e tyre. Allahu fuqiplot në një farë forme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët dhe dietarët të cilët e komentuan këtë hadith thonin se Allahu fuqiplot kur bëhet ajo duaja li waladihima për fëmijët e tyre, Allahu e përshpejton duan, Allahu e përshpejton pranimin e asaj duaje. Allahu në qoftë se bjen fjala prindi bën dua që Allahu fuqiplot t'i jap risk, Allahu fuqiplot t'i jap sukses, Allahu fuqiplot t'i jap shëndet, etj. Për arsye se prindi e ka një hall të posaçëm, një situatë të posaçëm, shokut, mikut, vllaut, motrës, gruas, etj. Duhesh t'i thuash bën lutje, bën dua, për arsye se kam një hall, kam një situatë, kam një nevojë, po pres një përgjigje, etj. Por prindit apo natyra e prindërve është e atill që nuk ki nevojë ti kërkosh që të bëjnë dua, ata veç që kanë bërë dua. Ata veç kanë bërë lutje Allahu fuqiplot, edhe për shëndet, dhe për pasuri, për siguri, për familje, për çdo gjë për të cilën i bën ndërmend prindërve. Subhanallah, ajo është nga natyra e prindërve dhe begatia
e prindërve të cilën ai Allahu fuqiplot e ka dhënë në këtë botë. Dhe për atë arsye ne duhemi të ruhemi mirë kësaj duaje. Të ruhemi duas asaj ala waladihime. Duas mbi fëmijët e tyre. Që mos të jetë kjo dua po vetëm të jetë duaja li waladihime. Dhe Imam Buhariu për ta lidhur hadithin me njëri tjetrin, është hadithi 33, me do mos hadith shumë i gjatë, por ne do ta lexojmë shpejtimisht dhe do ta shpjegojmë me lenin Allahut fuqiplot, duke kërkuar që ne të marrim dobi sa më të madhe nga ky hadith. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, transmeton nga Abu Huraira radiallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Ma takallama mawludun min an-nasi fi mahdin illa Isa ibn Maryam." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ka pas njeri i cili apo foshnje apo fëmijë bebe e cila ka folur posa ka lindur vetëm Isa ibn Maryam, Isa i biri i Maryamës, dhe çka thot wa sahibu Jurayjin, dhe Jurayji, dhe një person me të cilin ne do të njihemi në vazhdim. Qila ya nabi, e pyetën të pranishmit sahabët, wa ma sahibu Jurayj, kush ishte pronari Jurayj, Abu Jurayji, kush ishte Jurayji ya Rasulullah? Qala fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte një njeri i cili ishte i devotshëm, besimtar i ndershëm. Në një transmetim tjetër apo dhe ulematët e ndërlidhin këtë hadith me hadith tjetër, të cilin Imam Buhari nuk e shënon, ai është ku thohet se Jurayji ishte tregtar dhe e kishte boll këtë dunja, kishte arritur pa kësa pasuri dhe vendosi që ta ndërtoj një faltore, sikur ne të ndërtojmë sot një xhami. Dhe Jurayji ishte një besimtar i ndershëm i cili u largonte nga dunjaja dhe u falte në atë faltore. Por dietarët ulemat tregojnë dhe thonë se Jurayji nuk ishte nga ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga populli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk e kishte, bëhet fjala se nuk ishte ndoshta i njëjtë namazi sikur namazi jon. Nuk ishte, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi dhe tha se çdo pejgamber e kishte namazin e tij të posaçëm, çdo pejgamber e kishte ibadetet e tij të posaçëm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon dhe thot se Jurayji në një moment në atë faltore i vjen nëna e tij, dhe në momentin e parë, herën e parë i thot ya Jurayj, wa huwa yusalli fa qala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Thot Jurayji isha në moment ku nëna erdhi, isha duke falur dhe nëna më erdhi për herën e parë dhe më tha o Jurayj. Por unë në vete isha duke menduar namazi apo nëna, salati ummi au salati. Dhe çka thot, unë vendosa që të vazhdoj namazin. Dhe herën e dytë nëna bëri të njëjtën që ja Jurayj, dhe po të njëjtën gjë e bëni, ajo është mendoj në vete, nëna ummi au salati, nëna apo namazi. Dhe e treta heri ishte e njëjta që ku tha ja Jurayj. Atëherë Jurayji nuk u përgjigj, po të tretën herë dhe nëna e tij i tha la amataka Allah ya Jurayj hatta tandura fi wajhi al-musimat thumma insarafat. Thot nëna, pasi 3 herë nuk u përgjigj, nëna me zë të lartë e mallkoi Jurayjin dhe i tha Allahu ta mundsof që ti ta shohësh një grua të pandershme, ta shohësh në fytyrë një grua të pandershme. Dhe subhanallah, Jurayji vazhdoi namazin, nëna iku, dhe çka ndodhi pasaj?
një grua, duke mos e lexuar të gjithin hadith, për arsye se mendoj mos i gjatë, një grua e cila u dinte se në atë fshat, në atë vend, ishte e pandershme. Po, për fat të keq, subhanallah, ajo mbeti shtatzan. Po, dihet mirë se ajo grua shkonte tek një bari, sahibu Bekara, një bari i cili kishte lop. Dhe çka ndodhi? Lindi fëmiu i saj dhe e pyetën këtë grua kush është babai këtij fëmiu. Dhe kjo tha, babai, apo si ta quajmë pronari i këtij fëmiu, babai i këtij fëmiu është Xhurejxhi. Njerëzit u habitën, për arsye se e dinin mirë se Xhurejxhi ishte besimtar. E dinin mirë se Xhurejxhi ishte i ndershëm. E dinin mirë se Xhurejxhi ishte i larguar nga kjo botë, nga kjo dunja. Kishte vetëm nënën, kishte lënë dhe tregtin dhe u merrte vetëm me ibadet me Allahun fuqiplot. Po çka ndodhi? Ndodhi ku u tronditën të gjithë njerëzit. Kishin besë të madhe tek ai, besuan shumë Xhurejxhit dhe e morën Xhurejxhin dhe e lidhin për fut, e zvarritën dhe Xhurejxhi erdhi tek momenti përpara mbretit. Dhe mbreti po i thot, e sheh Xhurejxhi këtë grua dhe po qeshet. Dhe thot Xhurejxhi u buzëqesh dhe pastaj mbreti i thot, a din se çka thot kjo grua për ty? A din se çka po pohon kjo grua? Thot jo. Për arsye se Xhurejxhi nuk ishte i kyçur në meselen dhe ngjarjen se çka po ndodhen. Dhe mbreti po thot se kjo grua po thot se ti je babai i fëmijës të saj. Dhe Xhurejxhi i tha në një transmetim tjetër, ku dietarët na tregojnë dhe thonë se Xhurejxhi në atë moment kërkoi që ta kryej namazin e tij. Ta kryej namazin e tij, ibadetin e tij. Dhe çka ndodhi? E kuptoi mesazhin e tij, e morri mesazhin e tij. Dhe çka ndodhi? Xhurejxhi tha, ku ndodhet foshja e saj? Dhe e prun foshën e kësaj grua dhe kjo foshnjë foli. Kjo foshnjë ishte foshja e dytë e cila në këtë botë foli posa ka lindur. Dhe kjo foshnjë tha se babai im është bariu i lopëve. Dhe dihet mirë se kush është bariu i lopëve. Po, subhanallahu, në atë moment Xhurejxhit po i thot me mbreti, i thot i tregon halallëk, i kërkon halallëk, i kërkon falje, dhe i thot duam që ta ndërtojmë faltoren, po të njëjtën por nga ari, kë refuzon. Po të ndërtojmë nga argjenti dhe kë po të njëjtën që refuzon. Dhe çka don pyet mbreti, i thot e dua po të njëjtin që. Mesazhi nuk është këtu i ndërtimit faltores së tij. Mesazhi i madh është për të cilën ne duhet të merremi sonte dhe ta kemi ndërmend mirë, ku ulemat na tregon dhe thonë se rëndësia më e madhe është që një mallkim i madh i prindit e vendosi në këtë moment Xhurejxhin që ta humb besimin të gjithë njerëzit. Në atë moment thonë dietarët se Xhurejxhi në atë kohë ishte i obliguar që t'i përgjigjen nënës së tij dhe ta lë namazin dhe t'i përgjigjen nënës së tij. Por çka bëri? Ai bëri të kundërtën. Pse? Ulemat thonë nga padituria e tij. Ai ishte tregtar, ishte besimtar, ishte i ndershëm e tij. Nuk ishte i dijshëm. Dhe mesazhi i parë duhet të jetë që ne duhet të kërkojmë dije, duhet të jemi nga ato të cilët kërkojnë dije. Dhe për atë arsye ekzistojnë këto mejlise të kësaj lloji ku ne mundohemi me dije
që ta përmirësojnë gjendjen tonë, ku ne me dije mundohemi që ta ruajmë njëri tjetrin, ku ne me dije me moral duam që të ngrisim njëri tjetrin, të bëhemi nga ato të cilët Allahu fuqiplot ishte kënaqur dhe ne jemi në umbrellën e mëshirës, dashurisë dhe faljes së Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave. Gjë e dytë është që ne duhemi të kemi kujdes mirë për duat dhe lutjet e prindërve tanë. Shpeshherë ne i vendosim prindërit tanë në atë pozitë, në kapitull të cilin ne kemi folur në mëngjesin e kaluar, në situata, në momente ku prindërit tanë ne i vendosim që të çajnë, të vajtojnë nga mërzia, nga mosdëgjueshmëria e jonë, dhe po ashtu Xhurejxhi e kuptoi mesazhin e tij kur e pyetëm pse ti buzëqeshe, tha e kuptova se Allahu fuqiplot e pranoi duan, lutjen e nënës time, mallkimin e nënës time, se për arsye se ajo më mallkoi që unë do të shoh në fytyrë një grua të pandershme. Subhanallah. Kur jemi tek ndershmëria dhe pandershmëria, subhanallah, paramendoni në atë kohë, në kohën e Xhurejxhit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se një grua u dinte mirë se ajo ishte pandershme, e shoqëri. Po për sot, për fat të keq, deri është diçka e çuditshme. Ku sot për fat të keq, po të jesh i ndershëm, ti je larg shoqërisë. Ku të jesh i ndershëm, ti je i prapambetur. Ku të jesh i ndershëm, ti nuk je me kohën. Dhe çdo gjë e kundërta e ndershmërisë është sot normale, reale, e dashur, e mirë, e dobishme, e bukur, për fat të keq. Ne lutim Allahun fuqiplot që ne të jemi nga ato të cilët kanë kujdes të madh ndaj prindërve, ndaj gjushmërisë ndaj prindërve, respektin ndaj prindërve. Për arsye se të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, Allahu fuqiplot e bëri begati të madhe që ne ti kemi prindërit tonë. Pra mendoni ku Allahu fuqiplot dha mucize të ndryshme. Allahu e krijoi Ademin pa babë dhe nanë. Allahu e bëri mucize që Havaja të krijohet nga briri i Ademit. Allahu fuqiplot e dha mucizen Isait, birit të Merjemes, që të lind pa baba. Allahu e dha që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të lind dhe mos ta shoh prindin e tij, mos të di kur gja për babain e tij. Mbas një kohë të shkurtër të humb nënën e tij. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne i kemi këto begati dhe mirësi. I kemi prindërit të gjallë, shumica nga ne, por nuk dim apo dhe nuk dojmë që ne t'i respektojmë, t'i nderojmë, t'i ndëgjojmë ato. Me do e mos shpeshherë po bëhet pyetje pse ne flasim kaq shumë për prindërit, apo pse ne flasim kaq shumë për respektin, nderimin, ndëgjueshmërinë ndaj prindërve. Arsyeja e parë është që shpeshherë ne harrojmë ajo është që ne jemi duke shpjeguar apo jemi duke shoqëruar me librin Edebul Mufrad, libri i cili janë shënuar hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nga shokët e tij. Shumica janë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e dyta është që ne synojmë që ta plotësojmë, përsosim, ngrisim moralin, edebin, ahlakun ton. Arsyet janë të shumta, dhe kjo, me do e mos kjo liber është në kohë të duhur dhe në vend të duhur, ku ne ndodhemi në një kohë dhe në një vend ku morali degradohet, amoraliteti ngritet, dhe ne për atë arsye lutim Allahun fuqiplot që të na bëjë nga ato njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lutim Allahun fuqiplot që ne të jemi nga ato të cilët sinqerisht e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun fuqiplot që t'i mëshiroj prindërit tanë siç na ka mëshiruar shikur kur ne ishim të vogël. Lutim Allahun fuqiplot që të na falë gjunat neve, prindërve tanë dhe besimtarëve në ditën e llogarisë. Lutim Allahun fuqiplot që të na shtoj sinqeritet, dhe lutim Allahun fuqiplot që siç na ka bashkuar sot në këtë vend të bekuar në xhami shtëpinë e tij të na bashkojë në grada më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah.